nga Greqia, nga Maqedonia dhe nga Shqipëria. Nga Greqia dhe nga Maqedonia, çmimi i naftës që importojmë është pothuajse njësoj, nga Shqipëria është 12 cent më i lartë, 12 a 13 gjë tillë. 12 cent më i lartë. Pse tha? E thot ajo pse? Sepse në Shqipëri ka një monopol dhe importohet nga një njeri vetëm, që e ka emrin Kastrati. E ka emrin Kastrati. Se asgjë, si gjithmonë, nuk the asgjë. Brot shkullakot. Ka një grup tregtarësh që bllokojnë tregun dhe kontrollojnë jo. Ka një njeri të vetëm. Një njeri që kontrollon tregun. Tani, lutem mos ndryni, mos ndryj ati. Jo, kjo thot mos i ndryj ati. Jo, ta kuptosh. Jo mua, kjo thot mos i ndryj ati në flasja ai. Tani, pak rëndësika. Pak rëndësika. Po zoti shef. Tani çështja është, ju nuk flas sepse ju nuk personalisht mendoj që nuk jeni serioze dhe më vjen keq, nuk s'kam dëshirë të flas me ju. Pasi morët urdhër nga Tauland Balla për të përjashtuar 20 ditë se ngrita këtu çështjen e pronës dhe protestat e banorëve të Rjollit, nuk kam asnjë interes ju dëgjoj. Tani, mirë, atëherë ju bëj thirrje të zbatoni rregulloren dhe të ruani etikën. Kur i drejtoheni kryetarit ose drejtuesit seancës plenare, kaq po ju kërkoj. Nuk po ju kërkoj fare të më respektoni mua si Klod. Zbatosh rregulloren dhe etikën. Kaq. Atëherë, unë zbatoj rregulloren dhe vendos se kë do respektoj. Përfaqësoj 50.000 votues, të cilët më kanë votuar të vi këtu e të flas në interes të qytetarëve shqiptar, dhe nëse nën kryetari e kuvendit, në vend që të respektoj vullnetin e qytetarëve, i del në mbrojtje Tauland Ballës dhe oligarëve që Tauland Balla mbron në këtë kuvend, nuk gëzon asnjë mënyrë respektin tim. Faleminderit, tani dëshiroj të flas për atë që do të flas. Nuk e vendosni ju, e vendos kodi etikës dhe rregulloria e kuvendit. Pikërisht. Nuk e vendosni ju. Jo, respekti nuk e vendos rregulloria. Respekti është personal. Respekti është personal. Kam respekt për ju, ai sa kam për Tauland Ballën, për Edi Ramën, për Belinda Ballukun dhe shumë të tjerë. Kështu që bile për ju kam më pak. Sepse të korruptuarit janë të korruptuar, janë ajdut, por ata që mbrojnë të korruptuarit janë akoma më keq. Kaq. Tani, çështja është, mos i gënjeni qytetarët, as me brot shkulla gjoja këtu na paska një grup, një shoqat të tregtarëve të karburantit që kontrollon tregun. Tregun e kontrollon një njeri vetëm, të cilët e thashë edhe që është Kastrati, por sidoqoftë, mund të ndërpres kohën të paktën, të rekuperoj kohën të paktën. Sidoqoftë, pavarësisht strategjisë tuaj për t'i gënjur qytetarët edhe në këtë rast, sepse doni të bëni përgjegjës vetëm tregtarët e naftës i kanë përgjegjësitë e tyre. Ne minimalisht, ashtu si Kosova dhe qytetarët kosovar kur e blejnë naftën nga Shqipëria i paguajnë një ekstra fitim Kastratit prej 12 cent, këtë bëjnë gjithë shqiptarët, po jo vetëm tani, e bëjnë prej kohësh, që kur të paktën që kur keni ardhur ju në pushtet. Por sidoqoftë, çmimi i naftës në Shqipëri është shumë i lartë. Dhe jo vetëm për efekt të monopolit të tregut naftës, por të taksave. Nëse në Shqipëri qytetarët shqiptarë për çdo litër nafte që blejnë paguajnë 1 euro më shumë, 1 euro taksa, kudo në rajon paguajnë 50 cent, 60 cent, 65 cent. Këtu paguajnë 1 euro. Pse? Jemi vallë vendi më i pasur në këtu? Jo, se do pasurojni ju. Ju duhen paratë qytetarëve shqiptarë, se si do pasurojni. Të gjitha qeverit e përgjegjshme në rajon dhe jo vetëm, në Greqi, në Itali, gjë e parë që kanë bërë, kanë ulur taksat mbi naftën. Gjë e parë, kurse ju është taks, kanë ulur taksat.
kanë ullur, Greqia ka ullur taksat mbi naftën, Italia ka ullur taksat mbi naftën. I vetmi vend që në vend që të uli taksat, merret me gënjeshtra, duke gënjyer qytetarët shqiptar me bordë e transparencës Shqipëria. Është i vetmi vend në botë që gënjej qytetarët me bordin e transparencës. Nuk ka asnjë vend tjetër të botës. Më të zgjuarit, më gjenit janë këtu. Të gjitha gjenit janë mbledhur këtu në këtë parlament, kjo qeveri që shpik bordin e transparencës. Si ishte mundur që të ka bërë dikush tjetër? Si ishte mundur që vetëm juve ju pjell mendja gënjeshtrën e bordit transparencës? Të gjithë ven ulin taksën. Kurse juve ju pjell mendja bordin e transparencës, se me bordin e transparencës, nga që pastaj ju themi të gjitha mediave që ju kontrolloni që ne po e bëjmë diçka, kjo qeveri nuk po ri pa bërë gjë, e zgjidhëm. Parat nuk i prekëm, parat mund t'i ndajmë me Belinda Ballukun, me Akshin dhe kështu me radhë, por njerëzve u thamë që ne u kujdesëm për ta. U kujdesëm, po njerëzve nuk janë më këto gënjeshtra. Nuk janë më. Ky është mesazhi i një qytetari që thot: jam student në Fakultetin e Drejtësisë, ku ne studiojmë për të drejtat tona, gjithashtu edhe për të marrë një profesion në të ardhmen, profesion të ndershëm, jo si profesioni juaj, kuptohet. Në rastin e rritjes së naftës, që është e tmerrshme, ndodh dhe reduktimi i linjave urbane. Unë marr çdo ditë urbanin e Kamzës, ndërkohë sot nga 20 urban që ka një lidhje ishin vetëm 10. Arsyeja është nafta. Arsyeja është nafta. Nga 20 linja në 10 linja, ju si gjithmonë smereni me thelbin, po s'ka gjë. Këto janë pamjet e urbanit. Lërini Broçkua dhe teatrin këtu dhe kujdesuni për njerëzit. Kujdesuni për njerëzit. Nga 20 në 10, kujdesuni për njerëzit. Këtë duhet të bëni. Por ju në fakt keni halë e tjera. Keni halë tjetër shumë të madh. Ju duhet të shmangni burgun, mos harroni. Keni burgun, sepse në këto 35 vjet mendoni se mund të vidhnit sa të donit dhe si të donit dhe nuk do ndodhte asgjë. E harruat, keni kaluar 3 muaj të tmerrshëm, nuk dinit ku ishit. Kur filluan t'ju arrestonin Belinda Ballukun, Veliajn, Kërçanajn, ju iku mendja. U shokuat, ju desh pa kohë për të marrë veten, dhe pastaj ju detyroi Edi Rama të dilnit në gjitha televizionet dhe të bëheshit ekspert të drejtësisë, ekspert të mbrojtjes së drejtave të njeriut, sepse shokët tuaj në Burg nuk po i trajtoni në mënyrën e duhur, po ju shkelnin të drejtat, ju u kujtuat për Republikën e prokurorëve, për mbi popullimin e burgjeve, mbi paraburgimet. Pse? Sepse duhet të mbronit. Do të mbronit shokët tuaj që kishin frontuar në Burg. Ju në fakt po mbronin veten tuaj. Arritët deri aty sa nxorët një prej zëdhënësve tuaj jo zyrtar, nxorët Baton Axhiun, i cili doli dhe tha që do mbyllet ambasada amerikane. Apo si kujtohet? Do mbyllet në maj, do mbyllet ambasada amerikane. Nuk do ketë më ambasador në Republikën e Shqipërisë. Baton Axhiu. Spaku do jetë vetëm. Shprehimisht, fjalë për fjalë. Spaku do jetë vetëm. Por çfarë ndodhi? Jo vetëm që ambasada amerikane nuk u mbyll, por tani kanë emëruar një ambasador, i cili është një general Taulant. Erdhi generali Taulant. Nuk doli gënjeshtra juaj që do mbyllej ambasada, nuk do kishte më ambasador, Spaku do ishte vetëm. Sot që flasim, krerët e Spakut janë në Washington, Taulant, sepse nuk ka mbaruar ajo histori, Taulant. Replik zoti Braça dhe zoti Ballë. Natyrisht në këtë sallë nuk janë kursyer kur njerëzit të turpshëm. Po të turpshëm.
njerëz që të gjitha ata palaçot, ja se do të përgjigjem unë. Do të përgjigjem kohën po mundë. Kryetar, kohën po mundë. Zoti Shea, ju lutem mos ndryni dhe lejoni kolegun të flasë. Nuk ka rëndësi, si jemi këtu për t'ju kthyer ju përgjigje sa herë ju teket. Ja, po të përgjigjet. Zoti Shea, e ke tamam, e ke fiks. Respektoni kolegët, respektoni kuvendin e Shqipërisë. Pra po thosha që këtij kuvendi, Zoti Shea, çfarë është ky standard? Cili është ky standard që doni të tregoni? Si kanë munguar kur njerëzit e turpshëm. Janë njerëz që kanë lindur këtu, po edhe për të vdekur, vdesin jashtë këtij dheu. Janë njerëz që kanë lindur këtu, po edhe për të varrosur, varrosen jashtë këtij vendi. Se duan këtë vend, e urrejnë këtë vend. Ose e kanë këtë vend thjesht vetëm për të bërë para. Nuk e kanë këtë vend as për punëtorët, as për të drejtat e tyre, as për të ardhurat e tyre, as për tatimet, as për taksat, as për transparencën, për asgjë e kanë këtë vend thjesht dhe vetëm të bëjmë para. Asgjë më shumë se sa kaq. Kjo që sapo dëgjova këtu është narrativa e jo një, po një 6-7 tregtarëve që përbëjnë atë kartelin e tregut të hidrokarburëve. Dhe kur unë flisja këtu në këtë sallë, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 10 herë, 20 herë, 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, 10 vjet, këtu në këtë sallë, kur unë shkoja dhe i kapja me presh në dorë, në Porto Romano duke vjedhur pa matës dhe duke ja u vendosur pullën edhe atë plumçen mua atje që mos vidhnin më, zotrote, ishe duke i bërë Lulit. E mban mend Lulin? Këtë punë bëje. Nuk bëje asgjë ti. Kjo është e para. E dyta, po ta përsëris edhe një herë tjetër. Modeli i tregut që është në Shqipëri është model që funksionon nga fillimi deri në fund si kartel. Nga depozita e deri tek pompa. Ti nuk e kurajo ta thuash këtë. E di pse? Sepse ti je pjesa e asaj shoqatës dhe pjesa e narrativës asaj shoqatës, nga cila nuk ta përfundoj fjalën, lutem. Je i njëjti soi. Je soi i paralinjve në këtë vend që duan të vendosin edhe më fort diktatin e tyre të paras në këtë vend. Ky je ti. Faleminderit, zoti Balla. Replik, zoti Balla. Jepet me një herë fjala për replik. Ç'a procedurë? Ju lutem mbani qetësi, dëgjojmë kolegun. Mbani qetësi, të dëgjojmë kolegun. Respektoni kolegët. Zoti Braçe. Ju lutem, zoti Shea, zoti Braçe, ju lutem. Ju lutem, këto nuk janë diskutime për këtu. Ju lutem mos pengoni punimet. Arion, të lutem, mos ju... Zoti Sheaj, zoti Braçe. Ju lutem të vjojmë punimet. 2 minuta pushim kryetar, sa të qetëson. Jo.
Ju lutem të vjojnë punimet. Vjojnë punimet. Zoti Braça, ju lutem uluni, zoti Sheaj, mos provokoni, mos përdorni atë fjalor. Zoti Sheaj, mos përdorni atë fjalor dhe mos provokoni. Zoti Braça, ju lutem uluni. Zoti Sheaj, përdorni vazhdimisht një fjalor të papërshtatshëm, një standard për t'u haruar. Një standard, nëse më pyetet, skandalos për këtë kuvend. Fyeni gjithë kuvendin e Shqipërisë, edhe gjithë shqiptarët me këtë fjalor që përdorni. Dakor? Se fuqia e fjalës nuk qëndron te epitetet. Fuqia e fjalës qëndron te argumenti. Pse a jepni drejtën vetes ju të merrni peng parlamentin, të pengoni këto koleg? Kush jeni ju? Ju nuk jeni një super deputet. Nuk je super deputet. Ju lutem uluni, mbani qetësi. Ju të rreq vëmendjen sipas rregullores. Jeni 64 rregullores, ju të rreq vëmendjen. Erio. Ju të rreq vëmendjen. Po natyrisht. Po pengoni punimet. Nuk e përcaktoni ju kush është ajdut dhe kush është i ndershëm. Ju lutem. Keni argumentin në dorë, por nuk keni të drejtën të lëshoni këtu një batare fyerjesh, se nuk jeni ju as prokurori, as gjyqtari, as super deputeti. Ju duhet jeni një deputet si gjithë të tjerët, dhe nëse pretendoni që jeni standardi i ri i politikës, ju lutem tregojeni këtë me vepra. Edhe me etik këtu. Mos na ktheni shumë vite mbrapsh. Zoti Balla, replika. Faleminderit, kryetar.